Jemi në Kazaza numër 52 ku ka filluar shpërndarja e bazës materiale për të gjitha qendrat e votimit dhe jemi pikërisht në Pallatin e Sportit me kryetarin e komisionit, zotin Edison Shahini, i cili do të na flasi se kur ka filluar dhe si po procedohet për ndarjen e bazës materiale. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se keni ardhur. Ne ju flasim nga KZZ 52 gramsh. KZZ 52 gramsh ka marrë gjitha masat për bazën materialet për procesin zgjedhor që zhvillohet ditën e nesërme për kuvent. Kemi nisur shpërndarjen e materialeve që në orën 9 paradite dhe pretendojmë që brenda orarit 3 orës 15:00 zyrtarë, siç thotë kodi zgjedhor, të përfundojmë shpërndarjen e materialeve në 48 qendrat e votimit që përmbledh KZZ. Deri tani nuk kemi pas ndonjë problematik që duhet vënë re. Thjesht jemi në pritje të komisionerëve që janë lajmëruar që ditën e djeshme që të vinë të marrin bazën materiale. Baza materiale po u shpërndahet në fillim zonave rurale dhe zonave më të thella malore, si po procedohet? Gramshi ka karakteristik një relief goxha të thyer dhe ka zona që janë të largta dhe ka nevojë për kohën e tyre për të vajtur dhe për të ardhur, kështu që KZZ-ja ka lajmëruar fillimisht qendrat e votimit që janë më të largta, në mënyrë që të vinë të tërheqin ato të para dhe të kenë mundësi që të shkojnë drejt vendeve ku janë vendosur qendrat e votimit dhe pastaj qytetin e kemi lënë për të fundit, duke qenë se ka një perimetër të afërt për të shpërndarë si bazë materiale. Sa qendra votimi kemi? Kemi 48 qendra votimi, nga cilat 15 janë në qytet dhe pjesa tjetër prej 33 qendrat e votimit janë në zonat në njësitë administrative që ka Gramshi, përveç qytetit. A keni një informacion sa mund të arrijë numri i votuesve? Po pretendohet, sipas listave zyrtare janë 25.076 votues që kanë të drejtën e zgjedhjes për ditën e nesërme dhe sipas traditës që kanë qenë, sepse kam qenë edhe në zgjedhjet paraardhëse, referuar në zgjedhjet e kaluara, ne pretendojmë që duhet të shkojmë mbi 55% pjesëmarrja dhe pretendojmë që mund të jetë edhe më e madhe, duke qenë se pjesëmarrja ishte herët e kaluara futeshin edhe votuesit që ishin në diasporë, duke qenë se diaspora u regjistrua dhe ka votuar nga jashtë, listat e zgjedhësve janë ngushtuar, çka do të thotë që automatikisht pjesëmarrja në përqindje rritet. Punë të mbarë. Faleminderit shumë edhe ju punë të mbarë.